Bashkimi Evropian vlerëson se tarifat globale gjithëpërfshirëse të Donald Trump do të zbatohen për rreth 70% të eksporteve të bllokut në Shtetet e Bashkuara. Të marra së bashku, rreth 70% e eksporteve të Bashkimit Evropian do të preken nga tarifat që pasqyrojnë një vëllim prej 380 miliardë euro, tha një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian, të cilit ju dha anonimiteti për të diskutuar vlerësimet e brendshme. Shifra kombinon tarifën reciproke prej 20% që Trump shpalli të mërkurën dhe tarifën prej 25% për pjesët e makinave, çelikun dhe aluminin, në një përpjekje për të distancuar veten nga qasja e administratës Trump për llogaritjen e tarifave. Komisioni po kryen një analizë të plotë të efekteve të tyre, ndërsa presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen u zotua se Bashkimi Evropian është i gatshëm të hakmerret dhe disa ministra kombëtar dhe anëtar të shquar të Parlamentit Evropian gjithashtu bën thirrje për veprim. Brukseli nuk njoftojnë ndonjë mas të menjëhershme. Europës do t'i duhet të ndajë mendje nëse hakmarrja e bllokut do të synojë bankat dhe teknologjinë, apo nëse do të qëndrojë në mbretërinë e motocikletave Harley Davidson dhe whiskit. Komisioni po tregohet gjithashtu më i kujdesshëm këtë herë se sa kur përgatitej menjëherë kundër tarifat ndaj detyrimeve të Trump për çelikun dhe aluminin muajin e kaluar, kur ne jemi duke formuluar një përgjigje ndaj asaj që është një çështje gjigande, komplekse gjeopolitike, ndonjëherë do të kishin rikalibrim, ndonjëherë duhet rregulluar strategjia, tha një zëdhënës i komisionit. Kjo është një pikë force sepse ne jemi duke u konsultuar me shtetet tona anëtare në kohë reale, ne po krijojmë hapësirën që na nevojitet për të negociuar me amerikanët dhe po shikojnë të synojnë përgjigjen tonë, shtoi zëdhënësi. Tani çështja është më gjithëpërfshirëse, tha një zyrtar i dytë i lartë i komisionit, duke krahasuar tarifën e re prej 20% me detyrimet më specifike që Trump shpalli më parë, dhe kjo kërkon më shumë punë, më shumë analiza, më shumë konsultime. Nëse nivelet e tregtisë mbeten të njëjta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbledhin 81 miliardë euro të ardhura tarifore, llogaritën zyrtarët, nga 7 miliardë euro vitin e kaluar. Në këtë situatë, Bashkimi Evropian po përgatit një proces me dy faza. Faza e parë do të fillojë në mes të prillit, kur të fillojnë kundërmasat e njoftuara tashmë për tarifat e çelikut dhe aluminit të Trump. Qeveritë e Bashkimit Evropian do të votojnë për paketën javën e ardhshme dhe ajo do të hyjë në fuqi këtë muaj dhe tjetrin. Faza e dytë e hakmarrjes ndaj tarifës 25% për makinat dhe tarifës së përgjithshme për 20% do të vijojë më vonë. Të kombinuara të dy fazat synojnë të motivojnë Shtetet e Bashkuara për të bashkuar në tryezën e bisedimeve, diçka që i ka rezistuar deri më tani. Komisioni po mendon të synojë gjithashtu tarifa të veçanta për gjysmëpërçuesit dhe produktet farmaceutike. 67%, that's tariffs.